Jetonin dikur në skajin më të lashgët të fshatit, një burr e një grua. Kasolja e tyre qëndronte aq larg shtëpive të tjera, sa që ndonjëherë dukej sikur bota e bardhë e kishte harruar. Muret ishin të arrosura e të rregulluara sa herë, catia ishte ulur nga shirat, ndërsa në paradom frynte era sikur të ishte në shtëpinë e vet. Ata ishin njerëz të mirë e punëtor. Ngriheshin para agjimit, flinin pas errësirës, por e gjitha ishte e kotë. Toka e tyre ishte e varfër dhe prodhonte keq. Buka shpesh nuk mjaftonte deri në pranverë, dhe atëherë gruaja gatuante një supë të zbrazët me rënjë e barishte të thara. Një gëzim kishin ata, djalin, të vetmin, të shumë priturin. Lindi ai kur ata tashmë kishin humbur shpresat. Në shtëpinë e tyre kishte pak bukë, por shumë dashuri, dhe kjo dashuri ishte e vetmja pasuri që ata e ruanin më shumë se çdo gjë në botë. Gjalinë e uajtën pinë qimpanqin, ndërsa në fshat e thirrnin thërrime Bizela, dhe kishte arsye për këtë. Ai ishte i gjatë sa gjishti i vogël i babait, jo më shumë. Mund të fshihej në një kokë lule lakre, të futej në vrimën e qelsit, ndërsa në gjishtësën e qepjes të nënës të rregullohej si në një fuqi. Por mirë ai që do ta merrte për të dobët. Pinqini ishte i shkathët si hardhuc, i shpejt si zhiva dhe i mpres në gjuhë. Jo çdo i rritur mund t'ja dilte mban me të. Ai vraponte nëpër shtëpi si një vorbull e vogël. Mblidhte drithrat e derdhura kokër për kokër, futej nëpër qarjet ku fshesa nuk depërtonte, dhe njëherë nxori një gjilpër të rënd në një ark të rënd. Thjesht e mori dhe e nxori mbi supe. Ai ishte aq i vogël sa mund të kaleronte një karkalec, por guximi i tij vashte aq i madh sa do ta kishte zili edhe ariu. Prindrit e shikonin dhe nuk dinin, të qanin apo të qeshnin nga lumturia. Por një gjë nuk e linte nënën të qetë. Sapo Pinqini afrohej portës, ajo zbehej dhe e kapte në pëlëm të dorës. Mos dil jashtë oborrit, biri im, thoshte ajo dhe zëri i dridhej. Në pyll bredh ogri një rëngrënës, i madh sa një mal. Ai do të gëlltis dhe as që do ta vrej. Ajo e dinte se çfarë thoshte. Për ogrin pëshpëritnin të gjithë në fshat. Ai jetonte në trashësi, në një strofull të ërët, dhe mjera ai që ndej shumë larg. Veçanërisht ai pëlqente të hante fëmijët e vegjël. E një aq të vogël si Pinqini, aq më tepër do ta kapte me një dhëmb. Nëna e urdhroi reptësisht: "Jashtë portës, asnjë hap." Frika e saj ishte një mur me të cilin ajo përpiqej të mbroante djalin nga bota. Por Pinqini dëgjonte për ogrin, dhe në sytë e tij shkëlqente jo frika, por një kuriozi djegës e i papërmbajtshëm. Ditët kalonin, dhe oborri i ngushtë e shtypte Pinqinin si kapaku vazon. Ai e njihte përmend çdo pjesë të kopshtit, çdo gur prangardit, çdo qarje në shkallë. Dërsa pas portës fillonte një botë e madhe e panjohur, dhe kjo botë e thërriste. "Unë jam i vogël, por nuk është edhe aq lehtë të më kapësh", thoshte ai me vete, i ulur në barvazin e dritares. "Do të futem atje ku askush nuk futet, dhe do të fshihem atje ku askush nuk më gjen. Dhe ndoshta do të gjej në pyll diçka të tillë që nëna dhe babai të mos vdesin më për bukë." Dhe kështu, një mëngjes, prindrit ikën të punonin në fushën e largët. Pinqini i përcoldi me shikim, priti derisa figurat e tyre u tredën në mjegullën e mëngjesit dhe u hodh nga dritarja. Zemra i rrihte fort, por jo nga frika. Ai e pa portën jo si kufi, por si fillim,
dhe eci drejt pyllit të errët për të cilin nëna fliste me aq frikë. Porta ngrihej mbi Pinçinin si një mur kështjele. Por qarja nënto ishte për të si një portë e gjerë dhe ai doli jashtë lehtësisht si një mi. Dhe ngriu. Bota u shemb mbi të me gjithë madhësinë e saj. Bari ngrihej përreth si një pyll i dendur jeshil. Lulet e kamomilit lëkundeshin mbi kokë si pemë të bardha, ndërsa një gur i zakonshëm buzë rrugës, dukej si një shkëmb që nuk mund të kalohej as për gjysmë dite. Një nus e pashk kaloi pranë, gjigante si një viç, dhe Pinçini u hodh tutje e pastaj qeshi. Ai mori frymthel në ajrin e freskët të mëngjesit, ngriti kokën dhe pa qielin të pafund blu të pamundur. Për të, ky hap jashtë portës ishte i barabartë me një hap në një planet tjetër, ku çdo lule radhiqe ishte kul dhe çdo brumbull një kafshë e çuditshme. Pinçini drejtoi shpatulat dhe eci përpara, një zbulues i vogël i një botë gjigante. Pinçini vraponte në përfush dhe për të ky ishte një udhtim nëpër tokë të egra. Kalinjt mbylleshin mbi kokë si harqe të arta, ndërsa grumbujt e dheut duhet i kalonte sikur të ishin gur të mdhenj. E para që e vuri re ishte Sora. Ajo uli kokën, e shikoi me syrin e zi dhe kërciti shqepin, duket se e mori për një krimb të majm. Pinçini u zhyt në një gjethe rodheje dhe u fsheh. Sora u rrotullua, krokati e fyr dhe i ku. Por pa mbaruar frymëmarrjen, nga brazda doli macja e fqinjit, portokalli me mustaqe e madhe si një tigër. Pinçini ngriu, u ngjit pas tokës dhe u shtir si gur. Macja nuhati ajrin, u zgjat dhe kaloi pranë pothuajse duke e prekur me putër. Sikur të më shihni nëna dhe babai, mendoi Pinçini duke u shkundur. Ai vraponte nëpër xhunglën e gjelbër të barit dhe ndihej si qenia më e shkathët në botë. Ndërsa përpara po erësohej pylli. Në buzë të pyllit, Pinçini ndaloi. Këtu gjithçka ndryshoi menjëherë, sikur dikush të kishte mbyllur perden. Drita e diellit, aq bujare në fush, këtu depërtonte me droj mes gjetheve dhe shuhej menjëherë në gjysmerësirën e gjelbër. Pemët ishin aq të larta sa majat e tyre humbisnin diku në qiell, ndërsa rënjët dilnin nga toka si kurrizet e dragonjve që flenë. Me shku mbulonte gurët si një qilim i trash, dhe çdo hap i Pinçinit zhvytje në të pazhurmë. Heshtja ishte e dendur dhe e çuditshme. As cicërim zogsh, as fashfritje. Sikur pylli të kishte mbajtur frymën dhe po vëzhgonte mysafirin e paftuar. Pinçini gëlltiti pështymën, pastaj drejtoi shpatullat, ngriti mjekrën dhe fërshleu një këngë të gëzueshme, me zë të lartë dëshpërimisht në të gjithë pyllin. Dhe kënga e tij e vogël u shtoi në këtë errësirë si një sfidë ndaj vetë heshtjes. Mirë, tha ai, trego se çfarë po fsheh. Kënga u ndërpre në gjysmë të fjalës. Fillimisht, Pinçini e ndjeu këtë me këmbë. Toka u drot, sikur rënkoi. Pastaj edhe një herë, dhe përsëri. Bam, bam, bam. Një zhurmë me rënd ritmike shtohej nga thellësia e pyllit, dhe me çdo goditje dridheshin fijet e barit, binte lvorja e pemëve, ndërsa gurët e vegjël kërcej në shteg. Zoggjët që nuk dëgjoheshin as më parë, tani u fshehën plotësisht. Brumbujt u futën në ngjethe, miqt në vrima. Çdo gjë e gjallë u zhduk, sikur pylli të kishte gëlltitur menjëherë banorët e vet. Pinçini ngriti kokën dhe pa, majat e pemëve të largëta lëkundeshin si nga një uragan, njëra pas tjetrës,
gjithmonë më afër, më afër. Diçka jashtë zakonisht e madhe dhe e rënd, po cahej me spylit drejt tij. Çdo hap i gjigantit të padukshëm u shtonte në tokë si goditje çekiçi. Bota përreth u tkurr nga frika, dhe Pincini u tkurr bashkë me të. Ai u hodh drejt kërpudhës më të afërt, u zhyt nën kapelën e saj të gjerë kafe dhe mbajti frymën. Pemët u hapën me kërcitje dhe në lëndin doli Ogri. Pincini u mbështet pas këmbës së kërpudhës dhe pothuajse u mbyt. Ogri ishte i gjatë sa një lis, ose ndoshta edhe më shumë. Një bark gjigant varrej mbi brez si një fuqe lidhur me një litar të ndyshëm. Dhëmbët e verdhë të shtrembër dilnin nga goja si trungje të kalbur, ndërsa mjekra e shpupuritur varej deri te barku, e gjitha me gjemba dhe eshtra peshku. Në njërin dorë, ai shtrëngonte një topuz, një trung i tërë pishe të re, i gdhendur si mos më keq. Pas brezit i varej një thes, gjigant, i pist dhe i zbrazët. Kjo ishte një shenjë keqe. Ogri kishte dalë për gjueti. Ngrënje, u liriti ai, saqë nga bredhi më i afërt ran boqet. Dua të haj, ku është mishi këtu? Ai rrotulloi kokën duke nuhatur dhe hija e tij mbuloi lëndinën si një rez tuhje. Ndërsa Pincini nga poshtë kërpudhës shihte vetëm çizmet, 2 çizme të pista, të qelbura, secila me madhësinë e një varke. Ogri ndaloi në mes të lëndinës dhe ngriti hundën e tij gjigante drejt qiellit. Vrimat e hundës u fryn si 2 puse. Fu, 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 ushtoi ai me një zë që driti gjethet. Nuhat frym njeriu, i vogël, i freskët. Ku je ti, o i shishëm? Ai filloi të kërkonte me duar në përshkure, duke i shkullur ato me rënjë si tufa bari. Një shkure fluturoi, një tjetër, e treta. Toka shpërtheu në copa. Dora e pist u zgjat drejt kërpudhës. Pincini shihte se si hija nga gishtat e hapur po i afrohej, dhe e kuptoi. Eve një qast, dhe kërpudha do të shkulej si një kops nga këmisha. Të vraponte, të fshihej në vrim, të varosej në myshk. Pincini shtrëngoi grushtet. Jo, ai nuk do të dridhej si një mi. Ai mori frym thellë dhe doli nga poshtë kërpudhës drejt dritës. Hej, gjigant, u dëgjua një zë i holl por kumbues. A mos po më kërkon mua? Ogri u rëndua aq shumë sa që nga mjekra i ran gjembat. Ai u përkul, mbyli sytë e vegjël dhe shikoi gjatë poshtë. Derisa më në fund daloi njeriu e vogël që qëndronte me duar në brez, pa asnjë hije frike. Kush je ti, more i vogël? Mërmëriti Ogri, duke mos u besuar syve. Unë jam Pincin Pancin, tmeri i gjigantëve, bërtiti njeriu i vogël dhe qeshi aq me dëshirë sa që Jehona e shpëndau qeshjen e tij në të gjithë lëndinën. Ogri u skuq nga zemërimi. Dora e tij u hodh poshtë. Pëllëmba gjigante goditi tokën si një lopat mulliri. Por Pincini tashmë ishte hedhur anash, lehtësisht si një kalkalec. Gabim, bërtiti ai. Çfarë gjagja, edhe mizat i kap më shpejt? Ai ishte më i vogël se gishti i gigantit, por pafiturësia e tij ishte më e madhe se vetë Ogri, dhe kjo e habiti për Pincin. Ogri qëndronte me gojë hapur, pa kuptuar se si kjo buburec guxonte të talej me të. Dhe filloi argëtimi. Ogri u liriti dhe u hodh pas Pincinit,
duke thyer shkuret dhe duke shkullur pishat e reja me rënj. Grushtet e tij godisnin tokën, bam, bam, duke lënë gropa si nga predhat e topit. Por çdo herë grushti u lej atje ku Pinçini nuk ishte më. Njeriu I vogël kaloi mes këmbëve të gjigantit. U ngjit nëpër pantalona në shpinë, e tërhoqi nga një tufë mjekrës dhe u hodh në myshk, para se ogri të mund të godiste veten në qafë. Gjiganti u rrotullua në vend si një ari I mbuluar nga bletët. U pengua me çizme në një rënj dhe u rrëzua, duke tronditur tokën. "O, Xhaxha, kujdes!" bërtiti Pincini nga maja e një trungu. "Pyli nuk është I yti." Kjo nuk ishte gjueti, burr një vallëzim, ku gjiganti I ngathët ishte partneri, ndërsa I vogli Pinçin, dirigjenti tallës. Ogri u ngrit, I gjithi me dhe e gjethe, dhe u lriti aq fort sa që nga pemët ran folexat e zogshve. Pincini u dehur nga guximi I vet. Ai ndihej I paprekshëm, më I shpejt se e ra, më dinak se dhelpra, dhe kjo siguri e shkatërroi atë. "Hajde, më kap!" bërtiti ai duke vrapuar te ogri shumë afër, pothuajse te vetë çizmi. Ai nuk e vuri re rënjën tradhtare që dilte nga toka si një lak. Këmba u pengua dhe Pinçini fluturoi rrokullimthi në myshk. Vetëm për një çast, vetëm për një frymëmarrje të shkurtër. Por ogrit I mjaftoi. Dora gjigante ra nga lart dhe e mbuloi atë si me një ksul. Gishtat u mbyllën, të pist, të trash, të rënd. Drita u fik. Ajri u bë I nxehtë dhe I thartë. Fati, që për një kohë të gjatë ishte aleati I tij, u largua për një moment. Dhe ky moment mjaftoi që hija e gjigantit ta mbulonte plotësisht. Pinçini u kap. "Të kapa, mor qimk", u lriti ogri aq triumfues, sikur të kishte kapur jo një buburec, por një dre të tërë. Ai e ngriti me kujdes pëllëmbën, e shtrëngoi Pinçinin në grusht dhe e afroi te fytyra. Njeriu I vogël dridhej, shkelmonte dhe godiste me grushte gishtat e pist, por me të njëjtin sukses mund të godiste një mur guri. Ogri u zgërdi, zgjidhi thesin e tij dhe e hodhi preun brenda. Litarët u shtrënguan me një kërcitje të mbytur. Errësira ra me një here. Pincini rambi diçka të butë të rëshqitshme dhe në hund I erdhi një erë, e rënd, e thartë, e padurueshme. Vinte erë balte të vjetër, mbeturinash të kalbura dhe diçka si kafsh. Ai bërtiti, por zëri I tij u mbyt në palosjet e pëlhurës së ashpër, si guri në kënet. Thesi u lëkund, fluturoi lart. Ogri e hodhi preun në supe dhe nisi të ecë. Bota e tij, që sapo ishte një pyll gjigant, u ngushtua në madhësinë e një thesi të errët e mbytës, dhe liria u zëvendësua me bulkim. Thesi lëkundej nga njëra anë në tjetrën. Ogri ecte gjerë e rënd, duke kënduar me vete diçka nga fyti për të pjekurat. Ai po parashikonte darkën. Pincini ndenji një minutë, I mbledhur në errësirë. Syti digjnin, në fyt I kishte mbetur një lëshom. Donte të bërtiste, të qante, të thëriste maman. Por ai shtrëngoi dhëmbët dhe I tha vetes: "Me të qarë nuk e ndihmon dot hallin. Mendo." Dhe ai filloi të mendonte. Duart filluan të punojnë. Pincini preku çdo palosje, çdo qepje, u zvarrit përgjat murreve me të katërta. Thesi ishte prej lëkure të trash kau. Qepjet ishin bërë fort, jo vetëm një herë. Asnjë vrim,
asnjë vend I dobët. Me forcë nuk mund të dilte. Pra, me dinakëri. Por fillimisht duhen sytë. Pincini gjeti një pjesë të vjetër e të fërkuar të lëkurës, u ngul me dhëmb dhe filloi ta gjoriente, me këmbëngulje, me tërbim, derisa hapi një vrim të vogël. Në të hyri drita. Tani ai mund të shihte, që do të thoshte se mund të vepronte. Hapat u shtuan mbi gur, jehona u përhap në përharqe dhe thesi fluturoi poshtë. Pincini u godit pas diçkaje të fortë dhe u hodh si një bizele në një lodër. Trijeza, një trijeze madhe druri. Përmes vrimës së vogël në lkur, Pincini pa kuzhinën dhe fryma I ndaloi. Vatra hapej si një gojë e zezë, që mund të nxinte një dëm I tërë. Mbi të varej një kazan me madhësinë e një varke të mirë. Përgjatë murit dilnin thika, secila e gjatë sa një rem. Tavani humbiste në blozë dhe tym. Grua, u lëriti ogri sa që drodhen enët në përrafte. Solla darkën. E shkëlqyer, ndonse e vogël. Vendos kazanin në zjarr. Diku në thellësi të kështjelës u dëgjua një hap I rënd. Dikush po vinte pas thirrjes. Ndërsa Pincini qëndronte në thes mbi tryez, e cila ishte përtoj një fushë e tërë, dhe shikonte kazanin që varrej përmbi, një re e errët, nga e cila sapo mund të binte një shi I vluar. Nga pas furrës doli gruaja e ogrit, po aq gjigante sa edhe buri, por fare jo e ngjashme me të. Fytyra e saj ishte e gjerë dhe e lëshuar, ndërsa sytë të lodhur e të mirë, si të një kali të vjetër që e kam përdorur shumë gjatë në karrocë. Tani, I dashur, mërmëriti ajo me nënshtrim, duke fshirë duart në përparse. Ogri zgjati asaj thesin dhe e drejtoi gishtin. Mos ja hiq syt, sepse kjo darkë është shumë e shpejtë. Unë në bodrum, për verë. Për të pjekurat duhet një fuqe mirë. Ai u largua me hapa të rënd poshtë shkallëve. U bë heshtje. Në kuzhinë u bë shumë qetë, vetëm krisnin drut në vatër. Vigania mbeti vetëm. Ajo ishte po aq e madhe sa edhe buri I saj, por zemrën e kishte të vogël dhe të friksuar. Ajo ishte lodhur prej kohësh nga zemrimi I tij I vazhdueshëm. Ajo pshërtiu dhe u ul në stol, duke mbështetur faqen në grusht. Pincini dëgjoi se si u larguan hapat e ogrit dhe e kuptoi. Kjo ishte shansi I tij I vetëm. Jo nesër, jo më vonë, tani. Ai mblodhi frymë dhe foli, hol, me dhimbje, si një kotele e sëmur. Oh, zonjë Vigane e mirë, sa ngushtë dhe errësirë është këtu, po mbytem fare. Kini mëshirë për Pincinin e gjorë. Vigania u rëndua dhe I nguli sytë thesit. Sigur ai të kishte folur me zë njeriu. Dhe ai vërtet foli. Më nxirrni të paktën për 1 minutë, vazhdoi Pincini edhe më me dhimbje. Vetëm të zgjat këmbët, nuk do të ik asgjë kund, betohem. Unë madje do t'ju kërcej një vale të gëzueshme në shenjë mirënjohje. Ju me siguri keni kohë që nuk keni parë asgjë të gëzueshme, apo jo? Fjalët e fundit, ai shqiptoi fare qetë, pothuajse në përshprim, dhe goditi saktësisht në shenjë. Vigania mbili syt dhe diçka lëvizi në sytë e saj të lodhur. Zëri I tij I holl, plot lutje të shtirur, nisi të gjej rrugën drejt zemrës së saj, si një qelës I vogël drejt një kyçi të ndryshkur. Vigania rinte ulur dhe dëgjonte, duke anuar kokën më njan.
Ishte e vetmuar, gjithmonë e vetmuar në këtë kuzhinë gjigante, ku nuk kishte me këtë këmbehej asnjë fjalë. Dhe këtu, një thërmi që flet, e madje premton edhe vallëzim. Dhe ku do të shkoj ai, aq i vogël? Mendoi ajo. Unë me një gishtë shtyp, po që nevoja, ndërsa buri në bodrum, derisa të gjej fuqin, derisa ta nxjerr. Ajo u ngrit, ju afrua tryezës dhe, pasi hezitoi, tërhoqi litarin. Njëja u lëshua, dhe nga thesi doli si plumb pinqini. Ai zbriti mbi tryezë, u shkund, ju përkull viganes shumë ullët deri te dërasat dhe pastaj u hodh e nisi të kërqente. Ai kërqente aq fort, aq me gjallëri, godiste me thembra, përplaste duart, rrotullohej siguri i mulirit, sa që vigania u zgërdhi e pastaj qeshi me zë të lartë. Për herë të parë pas një kohe të gjatë, kurioziteti i saj thjesht doli më i fortë se urdhri i rrept i burrit, dhe ajo zgjidhi nyjen e cila duhej të ishte e fundit për pinqinin. Vigania gajasej dhe përplaste duart, kuzhina trandej e tëra, ndërsa pinqini kërqente valëzimin e jetës së tij dhe çdo piruetë e tij era një hap i llogaritur i planit. Duke u rrotulluar, ai afrohej thesit të hapur. Mbi tryezë, si në shtëpinë e çdo papastërti, kishte mbeturina. Një mbetje rrepe me madhësinë e një fuqie, një korë e bukë sa një ark, një kockë e brejtur. Vigania qeshi me të madhe deri në lot dhe u kthye mënjan për të fshirë fytyrën me përparse. Një qast mjaftoi. Pincini u mbështet me shpatulë te mbetja e rrepes dhe e rrokulisi drejt thesit. E hodhi brenda. U lëshua mbi korën e bukës, pasaj. Lëkundi kockën, ajo rrëshqiti vet. Thesi rëndohej me çdo çast, duke u mbushur me mbeturina. Vet ai u hodh pas shtambës me qumësht dhe ngriu. Vigania u kthie. Valtari u zhduk, por thesi ishte në vend. Ajo e preku me gisht. Qenkaj rënd, tundi kokën ajo dhe e shtrëngoi fort litarin. Në kuzhinë me zhurmë hyri ogri. Mbi supe ai mbante një fuqi vere, ndërsa fytyra e tij shkëlqente nga pritja. E pra, ulriti ai duke fërkuar duart. A është gati darka jon? Jam tmerrsisht i uritur, që në mëngjes asnjë thërrime nuk kam futur në gojë. Vigania u rëndua, shtrëngoi duart pas përparses dhe tundi kokën në heshtje. Pastaj tregoi thesin që qëndronte mbi tryezë. Ajo kishte frikë të fliste, që të mos tradhtonte veten me zë. Ogri vendosi fuqinë, shpërtheu tapën me grusht dhe mori një tlënjk të gjatë e të babzitur. Vera rodhi nëpër mjekër. Pastaj ai u kthye drejt tryezës dhe eci drejt thesit, duke u lpir. Derisa pas shtambës me qumësht, i ngjitur pas balte të ftohtë, rrinte pincini dhe vëzhgonte. Zemra e rihte fort, por syt i shkëlqenin. Ogri ecte drejt darkës së tij si një mbret drejt festës, pa e ditur se në thes e priste jo mishi i butë, por gur, të fortë si vetë zemra e tij. Ogri kapi thesin, rënkoi, i rënd, dhe pa parë shqeu litarin. Ali e përmbysi thesin mbi kazanin që vlonte dhe i shkundi të gjitha menjëherë. Puf! Mbetja e rrepes, korja e bukës dhe kocka ranë në kazan sigur. Uji i vluar u ngrit si shatërvan. Pikat e ngjehta goditën ogrin në fytyr. Ai u zmbraps, u lriti dhe goditi me grusht kazanin. Kazani i vjetër nuk duroi. Fundi u ca me një kërcitje shurduese dhe uji rodhi në vatër. Zjarri fëshëleu, u lriti, pështju avull
dhe u fik. Në një çast kuzhina u përmbyt nga një re dendur dhe djegse. Nuk shihej asgjë, vetëm një mjegull e bardhë dhe përvëluese. A! U lëriti ogri, duke kapur fytyrën e përvëluar. Ku është mishi? Mbeturinat? Kush më fut mbeturina? A I silje verbërisht duke përmbysur stollat. Darka e tij e shumë pritur u shndërrua në përmbytje, dhe në vend të pjekurave, a I mori vetëm një shtëpi plot me avull, fytyrën e përvëluar dhe tërbimin e tij që vlonte. Avulli u shpërnda, dhe ogri pa kazanin e thyer, vatrën e mbuluar me ujë, ndërsa në mes të pellgut, gur dhe tenxhere prej gize. As një mish, as një copë. Fytyra e tij u skuq si repa në zjarr. Je ti, u lëriti ai duke u kthyer nga e shoqja. Ti e rregullove të gjithën e poshtër. Vete hëngre darkën time, ndërsa në thes hodhe gur. Ai goditi këmbët fort sa që nga tavani rasu vaja, dhe tundi topuzin, duke thyer stollat e vegjël. Nuk e preka, betohem, u ankua viganja dhe qau me zë, duke mbuluar fytyrën me duar. Unë vetëm zgjidha litarin, për të parë. Por ogri nuk dëgjonte. Ali u lrinte, ajo qante. Sheri I tyre trandi kështjellën si stuhja lugjinën e malit. Çdo bërtitje ishte një koditje bubulime, ndërsa lotët e viganes rridhnin si shi I rrëmbyeshëm. Ndërsa pas shtambës I vogli Pinqin buzëqeshte qetë. Moment më të mirë për aratisje nuk mund të kishte. Ndërsa gjigantët u lërinin ndaj njëri tjetrit, Pinqini vepronte. Ai rrëshqiti nga trijez nëpër këmbën e saj si në një shtyl, zbriti mbi dyshemend prej guri dhe u hodh përpara. Pran çizmeve gjigante, pran stoleve të përmbysura, pran pëllgjeve me ujë të vluar, si hije, si mi, si flad. Askush nuk e vuri re, askush nuk e dëgjoi. Ai doli nga kuzhina në një korridor të gjatë e kumbues, dhe vrapoi pa parë prapa, derisa bërtitjet pas shpinës u shndërruan në një ushtim të largët. I lirë, ai shpëtoi nga kazani. Pincini ndaloi, mori frym dhe shikoi përreth. Korridori shkonte në errësirë dhe diku atje, në thelësi të kështjellës, me siguri ruheshin thezaret e ogrit. Të ikte me duar bosh, pas gjithë asaj që përjetoi? Jo, vendosi Pincini. Pasi erdha këtu, nuk do të iki ashtu thjesht. Zemra e tij e vogël rrihte jo nga frika, por nga dëshira e një plani të ri, edhe më guximtar. Kështjella e ogrit ishte një botë e tërë, e ftohtë, prej guri dhe e huaj. Pincini zvaritej nëpër korridore dhe çdo hap ishte I vështirë për të. Shkallët e shkalares ngriheshin para tij si shkëmbin të thiktë. Në secilën duhej të ngjitej, duke u kapur pas qarjeve në gur. Portat ngriheshin si shkëmbin të pakalueshëm, por qarjet nën to e linin të kalonte lirshëm. Qilimi në një nga sallat doli të ishte një fere dendur. Fijet I arrinin deri te shpatullat. Ai shikonte në çdo dhomë, nuhate, dëgjonte. Diku këtu ogri fsheh pasurinë e grabitur, nuk mund të mos e fsheh. Dhe nëse Pincini do ta gjej, atëherë do të kthehet në shtëpi jo thjesht I gjallë, por me një dhuratë që do t'i shpëtoj përgjithmonë nënën dhe baban nga uria. Çdo korridor ishte për të një gryk, çdo dhomë një lugjinë e panjohur. Dhe ai, zbuluesi I vogël, e kcte përpara për të zbuluar sekretin kryesor të kësaj bote gjigante. Në fund fare të korridorit, në një rrugë pa krye,
Pincini hasi në një portë. Ajo nuk ishte si të tjerat, e rënd, prej hekuri, pa dritare dhe pa doreza. Në vend të tyre, një kyç gjigant i ndryshkur që varrej në një zinxhir të trash. Kyçi ishte sa vet Pincini, madje edhe më i madh. Por nga poshtë derës depërtonte dritë, e dobët, e ngrohtë, e artë, dhe një erë. Pincini thithi ajrin dhe mbyli sytë. Vinte erë metali të vjetër, diçka e rëndë dhe e ëmbël. Kështu vjen erë vetëm ari që ka qëndruar në errësirë për shumë vite. Thesari, pa dyshim. Ai i rrotulloi kyçin nga të gjitha anët. Zinxhiri i trash, hekuri i fortë. Me forcë nuk mund të bëhej asgjë, edhe po të përpiqej 1000 vjet. Por këtu Pincini ngriti sytë dhe buzëqeshi. Vrima e qelsit, gjigante, e gjerë, e hapur si hyrja në një shpel. Ajo që për gigantin ishte një mbrojtje e sigurt, për Pincinin e vogël doli të ishte një portë e hapur mirëpritëse. Për një njeri kjo derë do të ishte një mur. Për një mace, një pengesë e pakalueshme. Madje edhe 1000 do të mbetej në këtë kyç. Por Pincin Pancin nuk ishte as njeri, as mace, as fëmijë. Ali ishte thërrime Bixelia, dhe në këtë ishte fuqia e tij. Ali u ngjit, duke u kapur pas skajt të vrimës, u fut brenda dhe u zvarit. Kalimi i errët dhe i ftohtë vinte erë ndryshku dhe hekuri. Një sekond, një tjetër, dhe ai doli nga ana tjetër. Pincini ngriti sytë dhe mbeti pa frymë. Para tij shkëlqente një shpel. Monedhat e arta qëndronin grumbull si kodra rore. Kupat prej argjendi shkëlqenin si ije. Varse, unaxa, gur të çmuar, e gjitha kjo vexullonte dhe ndriçonte në dritën e një pishtari të vetëm, duke u pasqiruar nga muret me mijëra drita të vogla. Ali kaloi mes vrimës së qelsit si peri nëpër vrimën e gjilprës, dhe para tij u hap një botë që nuk e kishte parë as në ëndër. Shtati i tij i vogël, për të cilin qështe gjithë bota, doli përsëri të ishte thesari i tij kryesor. Pincini qëndronte dhe nuk mund të lëvizte. Thesare kishte aq shumë sa do të mjaftonin për 10 mbretëri. Monedhat e arta ngriheshin deri në tavan, male të tëra, shembje, lumenj ari. Në arkat e hapura digjeshin rubinët dhe safirët. Pranë murit qëndronin kurora dhe skeptra, të grabitura nga mbretërit e plaçkitur. Pjatat prej argjendi ishin mbledhur në një pirg si thjesht copa qeramike. Koka ju rrotullua, të mbushte xhepat plot dhe të ikte. Në Pincini ndaloi. Ali shikoi këto male dhe mendoi: e gjithë kjo nuk ka mbledhur nga toka. Çdo monedhë, një jetë e marrë dikujt, lotët e dikujt, shtëpia e shkatëruar e dikujt. Unë nuk jam hajdut, i tha vetes me vendosmëri, por të marrësh nga një grabitës atë që ai u ka vjedhur të tjerëve, kjo nuk është vjedhje. Kjo është drejtësi. Ali mendonte jo për pasurinë, por për nënën dhe baban, të cilëve gjithmonë nuk u mjaftonte buka deri në pranverë. Pincini shikoi përreth dhe mendoi: një mal nuk mund ta merrte, por atij as që i duhej mali. I duhej një grusht, vetëm një grusht, por prej ari. Ali hoqi kabanicën e tij të vogël, e hapi në dysheme dhe nisi punën. Lidhi mëngët me nyja të forta, shtrëngoi fundin, doli një qese,
e vogël burr e fort. Tani, monedhat. Çdo monedhë ari ishte për të si një gur muliri. Ali rokuliste drejt qesës, duke u mbështetur me shpatull, i ngrinte duke i kapur me të dyja duart dhe me mundim i fuste brënda. 1, e dyta, e treta. Djersa i rriste qurk, duart i dridheshin, por ai nuk ndalej. Kur qesja u mbush, aq sa Pincini mezi mund ta lvizte nga vendi, ai lidhi njyën e fundit dhe ul të çlodhej. Ali e zhderoi veshjen e tij në një ark, ndërsa durimin e tij në forcë. Monedh pas monedhe, ai mblodhi korjen nga fitoria e tij. Tani, pjesa më e vështirë, të dalë prap jashtë. Pincini kaloi përsëri me zvrimës së qelësit, duke tërhequr pas vetes nyjen. Tani ari që premtonte liri nga varfëria, tringëllinte në çdo lëvizje si një zile stradhtare. Ali zvaritej përgjatë murit, duke u ngjitur pas gurit. Nyja kapej pas çdo qarjeje, pas çdo kthyeseje, dhe i duhej ta tërhiqte me lëvizje të forta, qetë, me kujdes, duke ngrirë pas çdo tringëllime. Pranë xhakut në salën e madhe, po dremiste macja e ogrit, një kafshë zezë dhe e zhdritshme me madhsinë e një demi të mirë. Veshët e saj dridheshin në gjumë, dhe Pincini ja anashkalonte me një hark të gjerë, duke u fshehur pas këmbëve të karrigeve gjigante, duke marrë frymë me vështirësi. Nga kuzhina vinte ulërima. Ogri ende tërbohej. Dëgjohej zhurma e enve dhe qante vigania. Mirë, derisa ata janë të zënë me njëri tjetrin, nuk e kanë mendjen te iksi. Po rruga dukej e pafund. Çdo hap, rrezik. Çdo tingull, kërcënim. Pincini zvaritej, tërhiqte, ngrinte, përsëri zvaritej. Korridor pas korridori, sallë pas sallë, drejt daljes shpëtimtare, e cila ishte diku atje, përpara, duke e plitur në errësirë. Ali tashmë shihte portën, gjigante, prej dushku, me një vijë drite poshtë, kur një monedhë rrëshqiti nga qesja. Ajo ra mbi gur dhe u rokullis, me zhurmë, me gëzim, me tradhti. Gjing, gjing, gjing. Jehona e shpërndau tringëllimën në të gjithë kështjellën. Heshtje. E pastaj, ulërima. Aha, këtu je ti darka ime, dyshemeja ushtoi. Ogri po vraponte nëpër korridor dhe muret dridheshin nga hapat e tij. Pincini e hodhi qësen, nuk ishte koha për arin, dhe vrapoi drejt portës me sa i hanin këmbët. Këmbët e vogla lëviznin aq shpejt sa u zhderuan në një mjegull të vetme. Porta, qarja nëntë, një vijë e ngushtë drite dhe lirie. Ali u zhyt në të si peshk, duke gërvishtur barkun pas gurit. Prapa rapëllëmba gjigante. Gishtat gërvishtën dyshemen, duke e mbuluar me erë. Për një qime të vogël. Pincini fluturoi jashtë dhe u rokullis nëpër barë, duke u mbytur nga fryma, ndërsa nga pas portës dëgjohej ulërima e pafuqishme e gigantit të mashtruar. Pincini qëndronte në barë me fytyr nga toka dhe dëgjonte. Pas portës ogri tërbohej, ulërinte dhe godiste muret me grushte. Pastaj u qetësua. Hapat e rënd u larguan në thellësi të kështjellës. Pincini priti edhe pak dhe u fut prap nën portë. Qesja ishte atje ku e kishte hedhur. Ari ishte në vend, çdo monedhë. Ali e kapi nyjen, e hodhi në shpinë dhe u nis me vështirësi. Në pyll ogri ishte i pafuqishëm. Pemët qëndronin aq pranë sa giganti do të mbetej me styre si ariu në gardh. Pylli që në mëngjes duke i frikshëm,
Tani e mbulonte pincinin si një mik besnik. Ali eci gjatë, këmbët i ushtonin, shpina i dhembe, ndërsa qesja i tërhiqte drejt tokës. Por ai buzëqeshte. Rëndësia e arrit mbi shpatullat e tij ishte më e këndshme se dy sheku më i butë. Ali po shkonte në shtëpi, si fitimtar. Gjatë gjithë ditës prindrit kërkuan pincinin. Kontrolluan çdo pjesë të kopshtit, shikuan në çdo qarje, përmbysën gjithë oborin. Nëna qante, babai heshte. Më e tmerrshme se heshtja nuk ishte asgjë. Nga mbrëmja ata qëndronin në kasole, të thyer nga dëshprimi. Nëna shtrëngonte pas gjoksit këmishën e tij të vogël dhe lëkunde i qetë. Dhe këtu dera kërciti. Në prak qëndronte pincini, i pist, i grizur, pa kabanic, me duar të gërvishtura, por i gjallë dhe i zhdritshëm. Mami, babi, u ktheva, bërtiti ai me zë, si një zile. Nëna bërtiti dhe ra në gjunjë, duke zgjatur pëllëmbët. Babai hodhi një hap përpara dhe buzët i dridheshin. Lotët rodhën përsëri, burtani të tjerë, të ndritshëm dhe të ngjehtë. Thesari i tyre i vogël i humbur u kthye dhe doli më i shtrenjtë se gjithë pasuritë e botës. Kur lotët u thanë, pincini mbyli sytë me dinakëri dhe tërhoqi nga pas pragut nyjen e tij. Dhe kjo është një dhuratë për ju, tha ai dhe tërhoqi nyjen. Kabanica u zgjidh dhe mbi dyshemen prej dheu, me një tringëllim shurdhuese ran monedhat e arta. Ato rokuliseshin në përbaltën e ngjeshur, duke shkëlqyer në dritën e dobët të pishës. Dhe kasolja e varfër papritur u ndriqua sikur nëto të kishte hyrë dielli. Prindrit ngrin. Nëna mbajti dorën te goja. Babai u ul në heshtje në stol, ndërsa pincini kërceu mbi tryezë, duke vënë duart në brez dhe nisi tregimin e tij për pyllin e tmerrshëm, për ogrin budalla, për viganin e mirë, për thesin me gur, për vrimen e Chelsit dhe për arin pas derës prej hekuri. Ali tregonte duke lvizur duart dhe zëri i tij u shtonte në veshët e prindërve, po aq ëmbël sa tringëllinte ari në dysheme. Kjo ishte tringëllima e fitores dhe fillimi i një jete të re. Që nga ajo ditë jeta e familjes ndryshoi, si qilli pas tuhis. Në vend të kasoles së vjetër dhe të rrëzuar, u ngrit një shtëpi e re, e fortë, e ngrohtë, me një furrë të vërtetë dhe kanate të gdhëndura. Në obor nisi të rënkoj lopa lara, nisën të kakarisin pulat, dërsa në fushën e mbjellë me drithin më të mirë, u ngritën drejt vers, ka linth e artë e të fortë. Bukatani mjaftonte deri në pranverë, e madje kishte edhe te pric. Por prindrit e Pinqinit nuk u mburën dhe nuk harruan se si ishte të shkoje të flije me stomak bosh. Ata ndanin me fqinjët, ndihmonin ata që kishin nevojë dhe kur nuk ja refuzonin udhëtarit bujtjen dhe pjatën me supë të nxehtë. Shtëpia e tyre u mbush jo vetëm me pasuri, por edhe me qetësi, sepse ata e dinin. Lumturia e tyre nuk ishte ndërtuar mbi fatin, por mbi guximin e djalit të vogël, i cili një ditë nuk pati frikë të hihte hapin jashtë portës. Lavdja për Pinqin Panqinin u shpërnda në të gjithë zonën, si farat e radiqes në erë. Historia e tij kalonte nga goja në gojë, nga nënat e vajza, nga babait e djali, nga gjyshit e nipi. Dhe të gjithë në atë anë, edhe të rritur, edhe të vegjël, kuptuan një të vërtet të thjeshtë burr të madhe. Nuk duhet të jesh gjigant për të bërë punë të mëdha. Nuk duhen as grushte gjigante,
as shtat i fuqishëm, as forcë të mëshme. Duhet mendja e mprethtë që gjen rrugdalje nga çdo e keqe. Duhet zemra e guximshme që nuk dridhet para armikut më të tmerrshëm. Dhe duhet shpirti i gëzuar që nuk mërzitet edhe kur e gjithë bota duket tepër e madhe. Po Pincini, ali ashtu mbeti me 7 sa gjishti i vogël. Burkjo nuk e hidhroi atë kur më. Dhe fëmijët, duke dëgjuar këtë histori, flinin me buzëqeshje, duke e ditur se edhe më i vogli prej tyre mundet një ditë të fitojë mbi gjigantin më të madh.